Gjithë ju që merrni guximin të etiketoni një grua apo një vajzë, e veçanërisht marrshkas në rastin e fundit, të cilin e kam plasuar në pacenzur dhe që më keni çmendur me telefonata që më kanë ardhur. Vajza, e cila u prezantua në videon e pacenzurës, tregoi mjaft qartë që kishte një familje me probleme të qarta të shëndetit mendor. Njashtu, edhe ajo vet kishte një dosë të tillë. Ajo tregoi se në moshën 15 vjeçare kishte lindur një fëmijë. Në fakt, ajo kur ka qenë vetëm 13 vjet e gjys, është abuzuar seksualisht nga një burr nga fshati Gjepçisht, bashkëfshatari i saj e ka lënë shtatzën, një vajzë me probleme të shëndetit mental, edhe ajo qenë ka vajza e lig, e nuk qenë ka i lig ai bashkëfshatar i cili ka pas një invaliditet fizik, që e ka abuzuar këtë vajzën e vogël. E ju çfarë thoni në telefon? Pa lena atë vajza, ajo vajza vet ka dëshirë të ndodh ashtu. A jeni morë normal çfarë telefonata më keni bërë? Ju më keni çmend fare me mendsinë tuaj që keni të menduarit. Andaj edhe aroganca ime sot nuk ka fund. Ju kritikoni një vajzë e etiketoni me fjalë e cila vjen nga një familje me probleme të shëndetit mental, të njëjtat i ka edhe ajo, dhe ju thoni ajo me vetë dëshirë shkon. Me kënd shkon me vetë dëshirë? Me ju që jeni mirë me shëndetin mental. Dhe ju si bashkëfshatar të saj, jo të më kërkoni mua në telefon dhe të më thoni ta fshi videon, po të kërkoni të cilët janë ato të pështirë që abuzojnë me një vajzë e cila ka probleme të shëndetit mental. Ai person i cili ka abuzuar atëherë në moshën 13 vjet e gjys me atë vajzë, me atë familje që ka ato lloj probleme, është dashur ju si fshat, ta distanconi nga tavolina, ta kastroni, ta bëni që e gjithë fshati t'i bëj me gisht ati, po edhe të gjithë të tjera që sot ende guxojnë t'i flasin asaj. Sot ende kërkojnë çfarë do qoftë shërbimi nga ajo. A e dini se shtëpia më e rënuar në fshatin Gjepçisht është shtëpia asaj familje? A e dini çfarë mizerje jeton ajo familje në fshatin Gjepçisht? Pse nuk dilni t'i ndihmoni, po e kritikoni, po i inveshni epitete? Ky rast nuk është i vetmi. Me profesionin tim kam parë që vajzat të cilat kanë shëndet mental ligsht abuzohen nga burrat, edhe atë hiq më shumë, 3 raste në Tetov, të cilët shfrytëzojnë mos funksionimin e tyre normal për t'ju dhënë para për shërbime seksuale. Dhe ju meshkuj të tillë, juve nuk ju ndjek ligji, por do t'ju ndjek unë, edhe me një të ardhme të afërt, do të keni me ftyrë fotografitë e juaja, do t'i kundërvihem edhe ligjit, mbase do të mbaj unë përgjegjësi penale.